Paguajmë detyrimet gjitha. Punojmë këtu pa kushte, pa gjë, siç po na shikoni. Ju sot në mëngjes keni zhvilluar një protestë. Po, kemi zhvilluar. Po. Se është ai tregu që ka dalë jashtë atje pa leje, pa gjë, ka zënë hapësirë publike, nuk është e ligjshme që të dalësh në anë rrugës atje se ne atje ishim edhe nuk na lanë të punonim. Edhe na ka bllokuar fare. I ka çuar me ton mallurat, e po rrim pa punë, jemi 60. Po komplet, kemi 5 ditë, që ka filluar atje në 5 ditë jemi. Tregtar të gjithë jemi me... Na keni ardhur gjithë një ju, që themi ne s'bëhet gjë. Sot vendosëm dolëm atje, po dhe mallin atje në rrugë. Atje është e pa lejuar që të dalësh një herë. Jo të çosh mall, po të dalësh, atje është hapësirë publike, në çdo vend po i heqën. Atje është një miku fort ose çfarë nuk e dim ne, ku ka ngëzgjoja. Policia bashkia ka servi fare. Ju keni kontaktuar me institucionet, me bashkinë? Nuk na hap njëri telefonin në bashki. Po erdhën vetëm policia e shtetit. Ata erdhën që të hapnin rrugën. Morën policinë bashkia, nuk erdhi, kemi në 1 orë e gjysmë atje. 60 familje i blokon vetëm një. Po më një. Ja shikoni jashtë çfarë po bëhet atje. Hidhni syt shikoni. Ne nesër jemi para bashkisë. Nesër nuk hapëm punë fare, jemi te bashkia. Do të vazhdoj protestë. Po. Ose do lëm punën e gjithë, të rrim ne pa bukë. Se nuk, ja, zap mallu, ja. Jemi zero. Kërkojmë zgjidhje, nëse kush